Në radhë të parë përshëndes juve si gazetarë që gjedisni gjithë problematikat e Shqipërisë. Faleminderit juve. Ne tani si fshat jemi 120 shtëpi, mos gabohem, edhe me mund të jenë, por me këtë që ka ndodhur me këtë bashkinë tonë, është një gjë për masakrim për këtë fshat. Se këtë fshat me bletorin dhe me bujqësin mere. Tani unë jam fermer. Kam në 20 krerë lopë aty, shtyë me gjithë plakës e djalin që kisha mjë kërcënua bashkjaku, ikuaj. Si më ta kërcënuan? Si e kërcënuan? Ja të ta them edhe si e kërcënuan. Që ka ik djali jashtë se ta kërcënuan? Po, e kërcënoi bashkjaku. Kush bashkjaku? Bashkjaku Jersekës. Ky që është kryetar bashkia? Është e rëndë kjo? Do isha t'i thosha 2 fjalë, po nuk do t'i them se i thash dje dhe të mos i përsërit. Po është e dokumentuar kjo që është kërcënuar? E ka të dokumentuar si? A do të argumentoj unë tani se i kam gjerat vetëm realitetu, nuk i kam është e rëndë të Tani ajo ishte këtu dhe kam ca vegla sa lopë unë edhe punonte këtu. Tani një ditë prej ditës, siç na mblodhët ju këtu, erdhi dhe na mblodhi kryetari. Kryeplaku na mblodhi, se do vi kryetari bashkisë. Po. Tani ku e di që djali tim është me shkollë dhe zhben. Ngrihet djali dhe thot tani vetëm për problemet e fshatit, Kto që thatë ju? Për problemet e fshatit, për kanalizime, sa erdhi për panelet. Po. Tani thot djali ore. Do me thënë ai ka ardhi u ka mbledh për panele juve? Erdhi për panelet. Po ka, goxha mua mos gapoj unë. Po kish ardhur këtu. Edhe tani kryeplaku thot të mblidheni se do vi për panele. Edhe i thot ai, unë do kam ndërmendta që të bëjnë panele këtu. I thot djali, këtu në këtë fshat nuk duhen panele. Këtu në këtë fshat duhen kanalizimet me nderjush se këtu dalin ujrat e zeza, dalin në rrugë. Po. Ose se i tha kështu, i tha, dëgjoj tha. Sa ti mund kryetar bashkie tha, firma ime jeta jote. Do ta them para këtyre burrave këtu dhe gratave këtu. Firma ime jeta jote. Që Demek stalçoj firmën unë që të vë zar puna ai. Ai u tha unë ta bëj atë mund kokë ta do kërsa se iki. Faleminderit juve për Çfarë thuan? Për emisionin që erdhët e zhvilluat në fshatin Qina. Këto që them unë janë realitet edhe pyet këto dhe ata fshatar kishin ka thënë këtë fjalë edhe djali ja bërin kokë aty bashkiakut, aty ai duti se do t'i them ai dut tani. Sa hy në për spak edhe pardia ishte në spak. E vodhi kolonjën tërë. Ju e keni quar në spak, apo e kush e quaj në spak atë? Apo e ka marrë vetë spaku për sipër? Nuk e quam ne. Ore, nuk e quam ne. Ajo e qoj vetja e tij që vodhi kolonjën tërë. Unë tenderat që ka. Një ditë prej ditësh në kohë shumë mora sa tha se kam sa bereqet për të shitur. Më pan sa burra aty ku mora ata dhe më thonë, ore pse i do këto? I them unë kështu, i them, pa penga je. Për Ersek i them unë. Tha, Ersek si ka rënë një rejzez. Thash, pse jo? Me atë bashkjak që ka. U faleminderit ju për një pyetje. Por si zgjova një fjalë të mirë për bashkjakun. Po vazhdo dhe me, edhe do të dëgjosh më të mirë. Ju faleminderit një herë që